Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Këshilli i Veri Atlantik i NATO-s dënoi shkeljet e fundit të hapësirës ajrore të Estonisë nga Rusia më 19 shtator. Shkelja e rrezikshme ruse u diskutua në mbledhjen e Këshillit të Atlantikut të Veriut, e cila u mblodh me kërkesën e Estonisë në bazë të nenit 4 të Traktatit të Washingtonit. Komandanti i lartë suprem i forcave aleate në Europë informoi Këshillin mbi këtë incident, në të cilin 3 avion luftarak rus MiG-31 të armatosur shkelën hapësirën ajrore të Estonisë për mbi 10 minuta. Reagimi i NATO-s ishte i shpejtë dhe vendimtar. Avionët aleat u ngritën për t'i ndaluar dhe shoqëruar jashtë hapësirës ajrore të Estonisë. Ky depërtim është pjesë e një modeli më të gjerë të sjelljes gjithnjëje më të papërgjegjshme të Rusisë. Kjo është era e dytë brenda 2 javë që Këshilli i Atlantikut të Veriut mblidhet sipas nenit 4. NATO vjon me forcimin e kontrollit në hapësirën e saj ajrore. Pas hyrjes së paprecedent të dronëve të rusë në territorin e Polonisë më 10 shtator, NATO ja ndërmori një përgjigje të re, operacionin Royal Lindore. Misioni po zgjerohet gradualisht pasi nisi më 12 shtator. Qëllimi sipas aleancës është të forcohet prania, bashkëpunimi dhe fleksibiliteti ushtarak përgjatë gjithë krahut lindor. Operacioni synon përfshirjen e forcave toksore, detare dhe ajrore në një përpjekje për të mbuluar boshllëqjet në mbrojtje nga deti i Veriut deri në detin e Zi. Megjithatë, NATO e ka bërë të qartë se misioni do zhvillohet vetëm brenda territorit të saj dhe nuk parashikon hyrjen në Ukrainën perëndimore për të mbrojtur hapësirën ajrore. NATO do të vendosë sistemin e avancuar turk të mbiqyrjes ajrore me rops në Poloni dhe Rumani. Reagimi erdhi në kuadër të masave për shkeljen e hapësirës ajrore nga dronët rusë. Sistemi me rops, i zhvilluar nga kompania turke e mbrojtjes Aselsan, mund të instalohet në helikopter dhe dronë dhe ka aftësinë të zbulojë objektet armike përmes treve dhe plurit. Ai u prezantua për herë të parë në publik në vitin 2022. Trajnimi për operimin e sistemit do të nisë së shpejti me mbështetjen e Ukrainës, që pritet të fillojë javën tjetër. Analistë vlerësojnë se vendosja me rops do të rrisë kapacitetin e paralajmërimit dhe të përshpejtojë reagimin ndaj kërcënimeve nga dronët. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen kërkon nga Europa të forcojë kapacitetet e veta të mbrojtjes. Në intervistë për Aleancën Europiane të gazetave, ajo theksoi se edhe pse NATO mbetet shtylla kryesore e sigurisë kolektive, Bashkimi Evropian duhet të bëhet më e pavarur. Europa duhet të jetë më e vetëmjaftueshme dhe e pavarur për sa i përket sigurisë. NATO është shtylla kurrizore e mbrojtjes sonë, por ne kemi nevojë për një shtyllë europiane shumë më të fortë, u shpreh von der Leyen. Ajo përmendi programin Gatishmëria për 2030 dhe investimet në industrinë e mbrojtjes si hapa konkret, duke paralajmëruar për kërcënimet nga sulmet hibride dhe ndërhyrjet ruse në sistemet GPS në rajonin e Detit të Zi dhe Balltik. Në fushën energjetike, von der Leyen theksoi se Bashkimi Evropian ka reduktuar varësinë nga Rusia, duke rritur investimet në burime të rinovueshme. Megjithatë, ajo shtoi se bloku nuk synon shkëputje nga tregjet globale, duke i cilësuar SBA-n një partner të besueshëm. Ministrat e jashtëm të grupit të 7 vendeve më të industrializuara G7 dënuan shkeljet e fundit të hapësirës ajrore nga Rusia në vendet europiane anëtare të NATO-s. Në një deklaratë të përbashkët, ministrat e 7 vendeve dhe profesuesi i lartë i BE-s shprehën shqetësim për shkeljet më të fundit të hapësirës ajrore nga Rusia në Estoni, Poloni dhe Rumani, të cilat janë të papranueshme dhe rrezikojnë të minojnë sigurinë ndërkombëtare. Takimi u zhvillua në kuadër të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s në New York. Suedia i bën thirrje Europës të përgatitet për një konflikt armatosur. Ministri suedez i mbrojtjes kërkoi të kalohet nga mentaliteti i kohës së paqes në një gatishmëri lufte. Apeli i Paul Johnson erdhi përpara një takimi me homologun e tij gjerman Boris Pistorius. Rusia po armatoset masivisht dhe po ndërton një ushtrim më vdekjeprurse, duke bërë përparime të mëdha në armët me rrezet të gjatë dhe në luftën elektronike, tha Johnson në një aktivitet në Fondacionin Konrad Adenauer. Ai paralajmëroi se vendet e organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior duhet të koordinohen më ngushtë në mbrojtje. Johnson kërkoi gjithashtu një bashkëpunim më të fortë dypalësh në fushën e mbrojtjes me Gjermaninë, teksa përballen me të njëjtat sfida nga lufta në Ukrainë dhe kërcënimi rus në rajonin e Detit Balltik. Ministri gjerman i mbrojtjes Boris Pistorius paralajmëroi se kundër përgjigjen ndaj shkeljeve të hapësirës ajrore nga Rusia janë një kurth i ngritur nga Moska. Gjatë takimit me ministrin suedez të mbrojtjes Paul Johnson, Pistorius tha se nuk do t'ia bëjmë këtë nder presidentit rus Vladimir Putin. Ai u referua një valë shkeljesh provokuese të hapësirës ajrore të vendeve anëtare të NATO-s që kanë shkaktuar zemërim në vendet e prekura. Pistorius theksoi se incidentet nuk kanë përfshirë ende agresion të hapur. Do të monitorojmë nga afër zhvillimet, do të shoqërojmë ata jashtë hapësirës sonë, të dëruar dhe të përmbajtur, duke e bërë të qartë se jemi këtu dhe mund të veprojmë më shumë në çdo kohë, deklaroi ministri gjerman i mbrojtjes. Vjojnë tensionet ajrore ndërmjet Rusisë dhe NATO-s. 2 avion luftarak gjerman Eurofighter u ngritën të dielën për të ndaluar një avion ushtarak rus mbi detin Balltik.
Forcat ajrore gjermane thanë se avioni rus i zbulimit Il-20M kishte fikur transponderet e tij dhe kishte injoruar kërkesat për të bërë kontakt. Avionët Eurofighter u ngritën nga baza ajrore Rostock-Lak për t'u afruar me avion ndërsa i fluturonte në hapësirën ajrore ndërkombëtare. Të premten edhe 3 avion luftarak rus MiG-31 shkelen hapësirën ajrore estoneze në gjirin e Finlandës. Për këtë arsye Estonia kërkoi një takim urgjent të Këshillit të Sigurisë. Forcat ruse të mbrojtjes ajrore rrëzuan 114 dron ukrainas mbi disa rajone të vendit gjatë natës sipas agjencisë ruse të lajmeve ITARTASS. Në Ukrainë autoritetet lokale raportuan se të paktën 3 persona u vrarë dhe 2 të tjerë u plagosën një sulm ajror në Zaporizhia. Forcat ruse dyshohet se kanë hedhur të paktën 5 bomba ajrore në këtë qytet, duke shkaktuar dëm në infrastrukturën civile dhe industriale, si dhe zjarr në disa zona. Në një zhvillim tjetër, 3 persona humbën jetën dhe 16 të tjerë u plagosën në një sulm me dron ukrainas në sanatoriumin Faros në Krime. Njësitë ukrainase të inteligjencës ushtarake njoftuan se kanë shkatëruar 3 helikopterë rus, një sistem radarësh dhe një automjet inxhinierik rus IMR-3M. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte paralajmëroi se aleanca ushtarake është e përgatitur për të parandaluar inkursionet dhe incidentet e vazhdueshme të avionëve rus. Reagimi erdhi pasi u pyet nëse NATO ishte gati për të qenë më ashpër në përgjigjen e saj. Mark Rutte vlerësoi se gjithmonë ne duhet ta bëjmë këtë në mënyrën se si e vlerësojmë situatën, me bindje se kjo është arritur në Estoni dhe Poloni. Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmërojnë Moskën. I dërguari SBA-s në OKB tha se vendi do të mbrojë çdo centimetër të territorit të NATO-s. The United States and our allies will defend every inch of NATO territory. Russia must urgently stop such dangerous behavior. Mike Waltz, i dërguari i SBA-s në Kombet e Bashkuara, dha mendimin e tij mbi akuzat e fundit për shkelje të hapësirës ajrore nga Rusia. Ai tha Këshillit të Sigurimit të OKB se SBA e kishin paralajmëruar Rusinë të ndalonte veprimet që mund ta rrezikonin atë të përshkallëzojnë një konflikt më të gjerë pasi dronët e saj shkelen hapësirën ajrore polake ditë më parë. States urged Russia to end the war in Ukraine and stop actions that could risk it escalating into a broader conflict. Edhe njëri bëtiri Rusisë, si antare përhershme këtij këshilli, të mbështesë paqen dhe sigurinë kombëtare, të respektojë sovranitetin e fqinjve të saj, të ndalojë shkeljen e hapësirës së tyre ajrore dhe i bëtiri Rusisë të negociojë drejt për drejt me Ukrainën për t'i dhënë fund kësaj lufte, tha i dërguari i SBA-s në Kombet e Bashkuara, Mike Waltz. Erika Kirk, e vija e Charlie Kirk, tha të dielën se e fal të riun në akuzuar për vrasjen e bashkëshortit të saj. That young man on the cross, our Savior said, "Father, forgive them, for they not know what they do." That man, that young man, I forgive him. Në kryq, shpëtimtari ynë tha, atë fali ata, sepse nuk e din se çfarë bëjnë. Ai djalë, ai ri, unë e fal atë, tha Erika Kirk në ceremoninë përkujtimore të burrit të saj, me zërin që i dridhej dhe lotët që i ridhin në fytyrë. Taylor Robinson, 22 vjeç, është akuzuar për vrasje të rënd të shkallës së parë për të shtënat fatale të Charlie Kirk më 10 shtator. Prokurori i përgjithshëm i qarkut, Jeff Gray, tha në një konferencë për shtyp se shteti do të kërkojë dënim me vdekje për Robinson. Megjithatë, Erika Kirk i tha New York Times se dëshiron që dënimi i Robinson të përcaktohet nga sistemi ligjor dhe jo nga dëshirat e saj. Sport. Nderohet me çmimin e topit të artë francezi Ousmane Dembélé. Sulmuesi francez e mori çmimin prestigjos në ceremoninë e mbajtur në Paris. Dembélé. Për këtë vlerësim, ai garoi me sulmuesin e Barcelonës Lamine Yamal, që u radhiti dyti, ndërsa në vendin e tretë përfundoi mesfushori Paris Saint-Germain Vitinha. Dembélé pati një sezon fantastik, duke e udhëhequr skuadrën e Paris Saint-Germain drejt trofeve pothuajse në të gjitha garat në sezonin 2025-2026. Me fanellën e Parisit, Dembélé, krahas paraqitjeve fantastike dhe golave të shënuar, fitoi edhe titullin e kampionit të Francës, Kupën Franceze, Ligën e Kampionëve dhe Superkupën e Europës. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.